Sa ata 502 ata janë të njerëkës, ata s'mund përfitojnë. Me ca koncepte të ndryshkura. Eksportet, përveç bordit që unë informova ju, do kryot bordi që do monitoroj dhe do kompensoj dëmet që kryohen nga kompensim monetar për lëkundjet e kursit të narko-euros. Do kryot fondi për mbështetjen dhe nxitjen e eksporteve. Për mbështetjen, mbrojtjen dhe nxitjen e eksporteve. Për të rit, e tham dhe 0 sigurime shoqërore dhe shtetësore për 12 muajt e parë të punësimit. Çdo i ri ndën 30 vjeç. Përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat deri në moshën 25 vjeç. Stimuj fiskal dhe mbështetje financiare për investitorët në moshën 35 vjeç që duan të investojnë në start-up dhe inovacion. Mbështetje forte arsimit profesional dhe ekselencave të tij për biznesin. Për zonjat, gratë, 0 tatim fitim për vitin e parë të biznesit. Subvencionimi i sigurimeve shoqërore dhe shtetësore për 4 muajt e parë për to dhe stafin e tyre me kushtin që të paktën gjysmë e punësurve të jenë femra apo të ri deri në moshën 30 vjeçare. Kredi të buta bankare nga Banka e Zhvillimit me preferencë për gratë dhe krijimi një fondi për mbështetjen e bizneseve të grave. Pra, do bëhet gjithçka për pushtetrimin ekonomik të grave në Shqipëri. Kjo është një mënyrë e suksesshme për të luftuar pabarazinë e madhe gjinore që ekziston në rrafshin ekonomik midis burrave dhe grave. Kjo është e domosdoshme gjithashtu në mënyrë që gratë, vajzat të mund të shpalosin në kushte normale talentin, aftësitë e tyre në fushën e biznesit. Do krijohen 4 zona të lira ekonomike në qarqet e mëdha të vendit në standardet më të mira, në të cilat nuk do mund të investojnë kompanit me konto offshore. Asgjë s'mund vi se pastaj do të vërshonin miliarda para të vjedhura nga ministrat dhe qeveritarët, do ktheheshin këtu në zona industriale. Qeveria do të bashkëpunojë ngushtë me biznesin për digitalizimin e thellë të gjitha bizneseve. Qeveria, në bashkëpunim me sistemin bankar, do të normal bashkëfinancimin e vendosjes paneleve diellore nga jugu në veriu në Shqipërisë, paneleve fotovoltaike, në mënyrë që në krye të 3 viteve të pagesës së qeras, çdo shqiptar të marrë falas energjinë nga këto panele. Startup dhe inovacionin do njohin një mbështetje të fuqishme nga Banka Shqiptare e Zhvillimit. Kompanitë e prodhimit Made in Albania do të jenë përfitues të parë nga
financimi i buxhetor i proceseve të digitalizimit. Pra, programi ekonomik Made in Albania i Shqipërisë madhështore është pa mdyshje programi më i mirë që është paraqitur ndonjëherë në Shqipëri në raport me lirinë ekonomike, në raport me konkurencën dhe barazinë e garës, në raport me klimën miqësore për investitorë dhe investimet, në raport me tërheqjen e investimeve të huaja, në raport me nxitjen e eksporteve. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Bravo, ishte